për ty grua, që ke dhënë shumë, që prej të zgjedhin të tjerët, prej të zgjedhi burri jot, edhe për ty mashkull, sepse dhe ti shpeshherë jeton në të njëjtën pozicion. Mundohesh të shërbesh, të japësh gjithçka, por vlera jote nuk duket. Dhe e ke lidhur vlerën tënde me parat, kurse ti grua e ke lidhur vlerën tënde të japësh shumë, të lodhësh shumë, të tregosh sa e zonja je, të ngrihesh e para dhe të flesh e fundit. Për të gjitha ju gratë dhe burrat, por më tepër gratë, muaji mars do jetë një muaj që do kërkosh të respektohesh, do kërkosh të nderohesh, të zgjidhesh, por gjithçka do filloj kur ti të zgjedhësh veten tënde, kur ti të tregosh vlerën tënde dhe mos presësh nga të tjerët. Në qoftë se je në këtë pozicion dhe akoma nuk e di si mund ta ndalosh gjithçka këtë vlerën që pret nga të tjerët, të zgjidhesh dhe ndihesh që krahasohesh me të tjerët dhe këto që flas unë nuk janë që ti kupton në karakterin tënd, por jam të në ndërgjegjes tënde. Jam këtu me Rita Cake, mentore, shkrimtare, terapiste, mësuese dhe trajnere e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv, me metoda të ndryshme të të ndihmoj në qoftë se je gati të gjesh rrugën tënde dhe të kushtosh edhe pak minuta për veten tënde, të zgjedhësh veten tënde akoma dhe kur të gjitha gjërat janë rrëmuj në shtëpi. Dhe thash, dhe e bëj praktik të flas, e di shumë mirë çdo të thotë kjo, se kam qenë gjithmonë aty ku ke qenë ti dhe kam filluar të zgjedh veten. Kur zgjedh veten, bën një shëtitje atë që ty të pëlqen. Mua më pëlqen të shëtis, të shikoj lulet, të bëj video, të flas me ju, dhe këtë kohë ja jap vetes. Pastaj mund të shkoj dhe në kohën time të bëj dhe ato punët e tjera që kemi për të bërë në si gra, se jemi mama, jemi familjar dhe na duhen dhe punët e tjera. Por vlera jonë nuk është vetëm kur ne punojmë. Vlera jonë është edhe kur ecim dhe kur plotësojmë dëshirat tona dhe kur jetojmë për veten tonë, kur kujdesim për veten tonë dhe e vëmë veten të para. Në qoftë se dëshiron që të ndihmoj dhe të tregoj rrugën si e bëra unë këtë, në të vërtet, po dhe me metodat e ndryshme, jam këtu dhe më shkruaj në Telegram, WhatsApp dhe në Viber. Tek telefoni 0030 699 321 46 37. Të falenderoj.